Ne kemi pas arritur një hap të rëndësishëm kur I kemi heq shoqatat e gjyqtarëve sepse me shoqatat gjyqtarëve kanë ardhur dhe kanë aplikuar për vëzhgimin e zgjedhjeve. Në këtë epizod, në Kush ka të drejtë, kemi një pyetje shumë të thjeshtë. Pse zgjedhjet në Kosovë po duken si operacion sigurie, jo si festë e demokracisë? Sepse kemi arritur në një pikë ku vota po blindohet me vëzhgues, me kamera, e sa dhe me procedura. Madje edhe me frikë nga prima. Shekullin 21, ne flasim ende se si do ta përjetojmë dhe se si do ta menaxhojmë nëse do të ndërpritet energjia elektrike gjatë numërimit të votave në qendrën e numërimit. Kur demokracia ka nevojë për blindim, problemi s'është të blindimi, problemi është të besimi. Jo të besimi të ai shuvjan, po të besimi në timin elektoral, fjalës. Ne nuk kemi kundër vëzhguesve, kundrazi. Vëzhguesit janë standard demokratik, por kur vëzhgimi kthehet në blindim, kjo do të thotë se pa të shpresë sigurie, askush s'ndihet I sigurt. Dhe me pak edhe I qetë. Dhe kjo është me frekshme. Zgjedhjet e shëndorsha s'kan nevojë të duken si aeroport me kontroll sigurie. KQZ ka akredituar mijëra vëzhgues. Dhe pikërisht këtu fillon alarmi. Lëvizja dhe vendosje prej 4296 vëzhguesve, Partia Demokratike e Kosovës prej 4411 vëzhguesve, Lidhja Demokratike e Kosovës prej 3636 vëzhguesve. Aleanca për Ardhërinë e Kosovës në listën prej 2969 vëzhguesve, Nica Socialdemokrate në listën prej 185 vëzhguesve. Ne nuk po hym në 28 tetor me besim, po hym me dyshim. Kur partit sillin ushtri vëzhguesësh, mesazhi është më së I qartë. Unë të besoj ty dhe ti s'më beson mua. Dhe qytetari ku mbetet? Si zakonisht në mes, I sëndvesh në gjuhën e futbollit. Në Kosovë, vota po trajtohet si provë penale, jo si vullnet qytetar. Këtu duhet me thënë diçka shumë të drejtë. Në demokraci normale, rolin kryesor e ka institucioni. Jo partia, jo komisioni militant, jo kush forret kutia. Institucioni duhet me qenë garancia. Po kur institucioni s'është garancia mjaftueshme, atëherë vijnë shtresat. Shtresa e parë, kujdestaria partijake. Shtresa e dytë, kamerat. Sultohet që po më gjërojnë mua. Shtresa e tretë, vëzhguesit e pafund, që nga klasa deri te selia partisë, rresht për një. Dhe sa më shumë shtresa, as me pak besim. Kjo është formula dhe më shumë. Dhe këtu ka një problem tjetër. Jo vetëm besimi, e shok jam, por edhe përfaqësimi. Kryesuesi I KQZ-s, Zoti Radoniqi, me të drejtë, e tha trash. Nga 10.606 komisionerë, vetëm 35% janë gra. Pra, afër 2/3 janë burra. Disa janë me muskuj, disa janë pa flokë si korone. E të tjerët kanë lidhje me policinë, me prokurorinë, dhe kështu me radhë. Kjo nuk është thjesht statistikë. Kjo është kulturë. Kjo është mënyra si e ndërtojmë administrimin e zgjedhjeve. Kur gjysma e shoqërisë nuk është e barabartë në terren, demokracia është me një krah me pak. Pastaj, mos flasim edhe te kandidatët. Është pothuajse e njëjta pamje. Nga 1180 kandidatë, rreth 1/3 janë gra. E njëjta logjikë. Po ashtu, me muskuj, me ata që ma shumë sillin vota se sa dieni kuvend. I njëjti hendek, I njëjti normalitet I gabuar. Dhe pastaj
çuditemi pse politika na duket e mbyllur. E ashpër, patriarkale, e njëtrajtshme. Pa barazi reale, zgjedhjet me dalin të lidhshme, por jo të drejta. Tani, të dalim të pjesa më simbolike e gjithë kësaj historie. KSZ po diskuton për furnizimin me energji elektrike. Duke pa që gjatë kësaj periude të fushatës zgjedhore ka ndërprerje të energjisë anë e vendit, konsideroj që prej KSZ-s nevojitet një komunikim i drejtë me ministrinë, por edhe me institucionet edhe organet të tjera, nga të rast edhe me KEC-in edhe me KESKO-n edhe KOST-in. Për flas për ditën e zgjedhjeve. Po, me dëgjuat shumë mirë. Rryma, kjo që më në vje shtrejnë. është rrezik me mungu ditën e zgjedhjeve. Sepse numërimi pas orës 19, kamera, pajisje, të gjitha varen nga priza dhe janë përmendur edhe rajonet me problematikë infrastrukturore. Zatër si kisha shty antarët e KSZ-s me hek kesh me nda zona. Krejt zona Kosovës është me të njëjtën problematikë. Kur zgjedhet varen prej rrymës, demokracia jonë baret si që thash, prej një prize. Po, nga dalë, këtu nuk ka vend për panik, që të mos keq kuptohemi, por ka vend për realizëm, sepse zgjedhjet nuk janë vetëm flet votim. Me shku aty edhe me tikerat, partin edhe 10 kandidat. Janë sistem teknik, sistem ligjor, po mbi gjitha, të dy këtu varen nga sistemi kryesor, sistemi njerëzor. Nëse dështojnë kamerat, fillojnë dyshimet. Nëse ndërpritet rryma, fillojnë akuzat. Nëse numërimi zarritet, fillojnë teorit. E nëse partitë zbesojnë, nuk i besojnë njëra tjetrës, fillon delegitimimi. Pra, dështimi teknik në Kosovë përkthehet me njëherë në krizë politike. Edhe ashtu janë të mësuar, kanë praktikuar që një vit, e njohin shumë mirë këtë procedurën e krizës dhe bllokadës. Dhe këtu e kemi edhe thelbin. Ne nuk kemi vetëm duke e vëzhguar procesin, ne po mundohemi ta mbajmë procesin në këmbë, me sy, me kamera, me kontroll. Kjo tregon sa shumë kemi shqitur prapa të besimi në demokracinë elektorale. Sepse dikur problemi ishte ato të zgjedhje. Ju dini fare mirë, edhe vitet para qlirimit, por edhe vitet e krizës pas qlirimit gjatë procesit elektoral dhe pas elektoral. Sot problemi është pra, a do ta pranojmë rezultatin. Demokracia vdes kur humb votën, vdes kur humb pranimin e votës. Po vëzhguesit janë të domosdoshëm, por vëzhguesit s'duhet me qenë zëvendësim i besimit qytetar. Duhet me qenë shtesë e transparencës. Ndryshe, bëhemi shoqëri ku secili ruan secilin, ku procesi shndrohet në luftë nervash. Nëse zgjedhjet janë luftë nervash, atëherë fituesi i parë është mosbesimi. Pra çka duhet menduar me 28 ditë? Se pari, qytetari duhet me votu qetë, me përgjithësi, dhe mbi gjitha, pa frikë. Së dyti, vëzhguesi duhet me qenë profesionist, jo të mëzdashurisht me muskuj edhe që kanë lidhje me policinë ose me prokurorinë. Jo militant, që kërkojnë detyrimisht konflikt. Jo njerëz që presin me domos me ndodhë skandale. Së treti, KSZ dhe institucionet duhet me komuniku qartë për çdo problem teknik, për çdo ndërprerje, për çdo vonesë, sepse mungesa e informacionit prodhon panik. Ju e dini shembullin e 9 shkurtër, procesit e updatizimit të dhënave nga qendra e ndërmjet.
Kur s'ka transparencë, ka thashe theme. Ku ka thashe theme, ka krizë. Dhe në fund, po e themi shumë thjesht dhe shumë qartë. Nëse zgjedhjet po blindohen, kjo është sepse besimi është ndarë, është qarë, është destruktuar. Ne mund të mbrojmë ditën e zgjedhjeve me mia vazhduese, por besimin nuk e kthen as natë as këfund. As një ushqim. Besimi kthehet vetëm me rregull, me drejtësi, me profesionalizëm, me llogaridhënie. Vota është e jona, e qytetarëve. Demokracia është përgjegjësi e shtetit dhe besimi është testimi të gjithë. Deri në nxitjet e zuar, ky është kush ka të drejtë për të blinduar votën, shihemi kur vjen sistemi.